Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm. Përshëndetje, sot do të përgatisim cheesecake. Këtë recetë do ta bëjmë me këto përbërës, me biskota, buding, krem pana, na duhet mascarpone, gjalp, çokoladë zezë, çokoladë bardhë dhe sheqer vanilje. Do të fillojmë nga puna. Biskotat i kemi grirë rimët dhe tani do t'i shtojmë gjalpin e shkrirë. Kështu si që është përzierën me biskota dhe me gjalp, ne do të vendosim në një tavë të cekët, ku do të shtrojmë dhe kremin pastaj sipër për të përgatitur cheesecake-un. Do të hapim të gjithën këtu në tavë duke e shtypur me duar. Do të ngjeshim fort në mënyrë që kjo masa në fund do të lidhet dhe të bëhet shtresa e parë e cheesecake-ut. Ndërkohë që të përgatisim kremin me mascarpone dhe me pana dhe me kremin e vezëve, do ta fusim në frigorifer të qëndrojë kështu dhe të ftohet gjalpi që të mpikset biskota. Do të fillojmë me përgatitjen e kremit pana. E lejmë panën veç dhe do të përgatisim mascarpone. Këtu do të rrajmë mascarpone dhe kremin e vaniljes, të cilën e kemi përgatitur më parë. Do të shtojmë pak edhe sheqer vanilje. Kështu kemi përgatitur dhe kremin me mascarpone dhe me krem veze. Në një enë tjetër kemi tërhetur çokoladën edhe do ta përziejmë me panën. Kështu kemi mbaruar me përgatitjen e kremit me pana dhe me çokoladë zezë. Kemi kremin me mascarpone dhe kremin me pana dhe me çokoladë zezë. Tani do të marrim tavën tonë dhe do të shtrojmë të dy kremet mbi biskotën që kemi përgatitur. Do të shtrojmë kremin me mascarpone dhe me vezë. E hapim të gjithë kremin e mascarpones mbi shtresën me biskot. Tani do të shtrojmë kremin me pana dhe me çokoladë. Ky është përfundimi i cheesecake-ut tonë. Tani do ta fusim në frigorifer për disa orë derisa të mpiksen të dy kremrat dhe pastaj do ta servirim. Kjo ishte dhe cheesecake-u ynë për sot. Sipër mund ta zbukuroni pak me çokoladë të bardhë ose me farëra të llojeve të ndryshme. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.